Në Itali është vetëm polici ka për detyrë ta denoncojë një krim. Kështu që para se t'i veni stigma, para që t'i vemi. Shumë gushtime. Ka, një sekond, agron shehaj. Fal. Para se t'i vesh stigmën, para se t'i vesh etiketën, ja, mendon për burgosurit. Burgosurit, njerëz të dashur, nuk janë gjithë prefsa, mostra me 7 koka. Njerëzit, shumica e njerëzve që janë në burgjet e Shqipërisë janë ose pa faj, ose të arrestuar pa prova se para burgimi këtu zjat deri në 2 vjet, okay? Ose janë për reati minori, për gjërat vogla. Se tani nëse ke 3 qese ashash, nuk mund të quhesh kriminal. Janë shumë pak ata që janë për vrasje, për presje, për përdhunime të cilët ata quaj kriminal të vërtet. Prandaj, ju nëse dilni për popullin këtu, nëse dilni me vërtet për popullin, nuk mund të flisni kundër burgosurit, sepse një shtet civil është ai shtet se i mbrëm burgosurit. Jo ai shtet që i sulmon gjithkohon, kriminali. Një shtet civil, një shtet demokrat duhet të trajtoj mirë njerëzve që janë në burg, sepse janë njerëz në pozicion dobësie. Nuk janë njerëz në një pozicion fuqia, njerëz që janë në një pozitë të dobët. S'kan liri. Edhe shumë herë janë pa liri, pa patur asnjë faj. Gjë që në Shqipëri ndodh shumë edhe jam shumë e sigurt që inshallah ka ndaj burgaxhi këtu komentojeni. Thoni po eksperiencën tuaj se unë e di, unë njoh shumë personalisht shumë njerëz që kanë qenë burg për mos kallëzim krimi edhe s'kan bërë asnjë gjë. Ka shumë burgosur që mund të kenë qenë për krim edhe që e lakojnë të gjë dhe thonë që edhe unë jam i pafajshëm ose kanë dënuar gabimisht e pa prova. Patjetër, edhe në Itali. Pra mund ta thotë edhe ai që është i fajshëm edhe ai që është i pafajshëm në të vërtetë. Okej, po janë, domethënë shumica e burgaxhive nuk janë kriminela, siç i bëhet burgosur, më fal se nuk flas mirë. Kuptohet, ka mesazh. Se janë vrit në Itali. Shumica e njerëzve që janë burgosur nuk janë kriminela, nuk janë njerëz me 7 koka, siç përshkruhen këtu për të heqë një pjesë fuqie, domethënë këto patriota që janë aty në shesh, të fillojnë edhe të bëjnë kërkesa të konkrete, për çka ke dil për gjëra konkrete, fshi vepra penale që janë të kota, që a jetë do dalë për lirën e popullit, 1, 2, kërko sovranitetin e Shqipërisë, kërko prodhimin në Shqipëri, që të prodhoj vetë Shqipëria, s'ka nevojë Shqipëria me bë importim ushqim super të shtrenjtë nga Italia, ose produkte tualeti nga Gjermania, ti bleu me 3 fish çmimi që ai gjej në Gjermani. Ku e reklam, e boni reklam. Jo. Okej. Se nuk e mora, nuk doja të bëja reklam, po fillojnë domethënë në shesh të bëjnë edhe kërkesa konkrete për Shqipërinë, jo vetëm Ramanburg, Berishamburg, kërko diçka që është konkret. Çfarë do ndryshesh? Kërko sindakata për punëtorit, rrogë minimale. Gjithë këto gjëra domethënë jo vetëm zllogane. E qartë. Okej. Unë altim, po nëse do flasim për 2 gjëra konkrete, çfarë do kërkoja unë për shembull? Unë do kërkoja rrëzimin e Edi Ramës. Unë do kërkoja, do bëja disa kërkesa që t'i bënte Edi Rama. Që ose s'ti bënte të rrëzoj.